Një situatë problematike për shkak të rreshjeve të shiut ka qenë edhe ajo në qarkun e Lezhës. Prandaj në këtë momente ne do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin ton atje Elvis Hila, i cili do të na jap një informacion të përditësuar mbi situatën për shkak të rreshjeve. Elvis, përshëndetje dhe të lutem nëse mundesh na tregosh cila është gjendja e minutave të fundit për qarkun Lezhë si shkak i rreshjeve të shiut dhe i përmbytjeve. Përshëndetje nga Lezhë, Sabina. Në fakt, situata krijuar nga moti keq prej 2 ditësh në qarkun e Lezhës vjen të jetë problematike kryesisht në bashkinë e Lezhës dhe të Kurbinit. Me këtë të fundit është më e rënduar që prej pasditës ditës së djeshme, ku ka patur edhe vëshim të ujrave si në qytetin e Laçit, ashtu edhe në zonat e tjera fushore, që ka ndikuar mjaft negativisht pra në përmbytjen e qindra hektar tokëve bujqësore, por kemi edhe shumë banesa të rrethuara nga ujë, ku problemet më të mëdha janë në njësinë e Mamurrasit dhe të Fushkuqes, konkretisht në fshatin Adriatik, qindra hektar tokë bujqësore, por edhe shumë banesa janë të rrethuara nga ujë, duke privuar lëvizjen e qytetarëve pikërisht në këto zona. Fatmirësisht aktualisht që ne flasim nuk kemi banesa me prezencë ujë në bashkitë e Lezhës dhe të Kurbinit, dhe ndërprerja rreshjeve të shiut deri në orët e drekës ka dhënë efekte pozitive, por sërish që përës dhe kemi rikthim të rreshjeve me intensitet të lartë dhe mesatar dhe normalisht edhe vigjilenca e institucioneve është maksimale, duke i referuar të dhënave që na vijnë nga mbrojtja civile në prefekturën e qarkut të Lezhës. Bëhet me dije se janë rreth 3100 hektar tokë bujqësore në pushtetin e ujit dhe rreth 150 banesa të rrethuara, pra si të fakt sidomos në bashkinë e Kurbinit ka një rënje të prurjeve në lumin e Drin, por edhe në lumin Gjadër gjatorëve të pasdites, ka ndikuar paktën në evadimin e ujrave në qytetin e Lezhës, ku që prej mëngjesit të ditës së sotme është evaduar, pra dhe nuk kemi përmbytje në lagjet, ku kishte probleme një ditë më parë, 11 janari dhe 11.2 hektar, pra në këto bloqe banimit të lagjes Besrile, po ashtu ujrat janë evaduar edhe nga qyteti i Laçit dhe problematikat më të mëdha tashmë janë në fshatra, pra në zonën e Zadrimës dhe Bregut e Matës, por edhe në Torovic, sa i përket bashkisë së Lezhës dhe në pjesën e Fushgjormit në Kurbin dhe të Adriatikut, ku janë pra 200 hektar tokë në pushtetin e ujit, dhe ajo çfarë është në kryesore dhe të emergjente është sigurimi i bazës ushqimore për gjën e gjallë pikërisht në këto zona ku janë të përmbytura, dhe kjo ka qenë edhe kërkesa e vazhdueshme e fermerëve dhe banorëve, të cilët pra po përballen me këtë situatë prej 2 ditësh. Gjithsesi, strukturat ndodhen në terren, ka patur një angazhim maksimal të paktën në bashkinë e Lezhës, ku strukturat e emergjencave, detyria e shërbimeve, por edhe të tjerë ju kanë ardhur në ndihmë banorëve, duke ndërhyrë edhe në pikat ku ka patur probleme dhe duke mbajtur situatën në monitorim të vazhdueshëm me qëllim që të minimizohen sa më shumë dëmet. Gjithsesi, kjo është panorama sa i përket qarkut të Lezhës në këtë orë të mbrëmjes, por gjithsesi janë parashikuar edhe rreshje shiu me intensitet gjatë natës dhe ditës së nesër, dhe strukturat janë vënë në gatishmëri dhe vijojnë të jenë në gatishmëri, duke u bërë thirrje edhe qytetarëve që të sinjalizojnë për çdo problematikë që ata mund të kenë. Kjo është panorama në qarkun e Lezhës, linja në studio.